Zona e rahatis. Zona e rahatis është një gjendje psikologjike ku ndihesh rahat dhe nuk testohen as nuk zhvillohen aftësitë tua. Domethënë ti hin një farë rahatie, edhe domethënë në atë rahati nuk ballafaqohet, as nuk sfidohesh, po as nuk zhvillohesh në kuptimin e aftësive dhe mundësive tua. Prandaj shihet si zonë problematike. Definicioni i dytë thotë kështu: zona e rahatis është gjendje psikologjike ku njeriu nuk e nin nevojën për të bërë diçka të re, për të bërë diçka inovative ose për të bërë diçka të ndryshme. Si fakti kësaj që po tham, është pikërisht shekulli 20 dhe zhvillimi i teknologjisë së madhe që u bë në shekullin 20. Siç e dini ju të gjithë, në këtë shekull u zhvilluan 2 luftat botërore dhe të gjithë e dimë domethënë peripetit dhe problemet që i ka pas shekulli 20. Megjithatë, përballë gjitha këtyre problematikave që i pat shekulli 20, konsiderohet si shekulli, domethënë me zhvillimin më të hapshëm të shkencës dhe teknologjisë. Çka vërteton faktin se njeriu zhvillohet pikërisht atëherë kur e kalon atë zonën e rahatisë, kur është në ballafaqim dhe kur është në probleme me jetë. Mendoj se pjesë e urtësisë së gjitha sprovave fatkeqësive që na ndodhin këtë jetë është pikërisht se Zoti ndonjëherë synon ose dëshiron me na luhat pa këtë zonën e rahatisë në jetë. Prandaj shumë njerëz në fatkeqësi, në bela, në pakënaqësi që ju ndodhin në jetë, aty pikërisht e gjejnë vetveten dhe i qasin jetës me një pikpamje ndryshe. E njëjtë do të ishte edhe çështja e varësive të ndryshme. Domethënë, kjo zona rahatisë ndonjëherë adaptohet edhe me dukuritë negative, dhe kjo do të ishte edhe më fatale nëse njeriu e gjen rahatinë në dukuri negative. Dhe mendoj se njëra prej porosive më madhështore që e bën feja jonë te njeriu është pikërisht Ramazani, është agjerimi, sepse njëra prej qasjeve më filozofike në raport me agjerimin është se agjerimi është një regjim i cili don me nxirr njeriu prej zakoneve ose prej asaj zonës së rahatisë, mënyrës të ushqyrit, mënyrës atyne pushimeve që i bën dhe synon me ia thy atë zonën e rahatisë. Prandaj agjerimi do duhet të përdorej edhe në këtë kontekst. Me na i thy do zakone, do adete që zakonisht ne jemi pasojë tyne, ose ato zakone, ose ato adete nuk kanë leju që ne të zhvillohemi dhe të përparojmë.